Të nderuar xhamatli, kjo është xumaja e tretë e këtij muaji të begat. Jemi në 10 e fundit të Ramazanit, pra këtu shënohen epilogjet, edhe finalet, edhe fitoret. E lutim Allahun që Allahu të na jap takat, na jap shëndet që ti përfundojmë ditët dhe netët e Ramazanit me rizallëk të Allahu xhele xhelaluhu, dhe kurora e këtë kësajna është arritja e natës së Kadrit. Andaj arritja e natës së Kadrit është nga begatia më e madhe që ka mundësi Allahu xhelalu ala me ia dhënë njerit, ndërsa shfrytëzimi i kësajna edhe përdorimi i kësajna me kënaqësitë Allahut është maja që ka mundësi me mrije dikush për njerëzve. Ramazani në ligjëratën e kaluar thamë është mundësi shtesë për ta vendosur një mburoj mes robit dhe xhenemit. Kështu thanë plot prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E çka është kjo udhëzimi? Devotshmëria, ruajtja, la'allekum tattaqun, ndoshta ju keni mi urujt Allahu, ndoshta ju keni mi urujt zjarrin, ndoshta ju keni mi urujt idhnimit Zotit xhelle xhelalu. Çfarë thanë? I këtë Kur'ani është për të devotshmit. I këtë Kur'ani është për të devotshmit. Tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara, në hapin e Kur'anit, në surën Al-Baqara, hudel lil muttaqin. Ky Kur'an i udhëzon veç ata që ka ruhën. Ky Kur'an i udhëzon veç ata që ka ruhën. Pra udhëzimi kur'anor zvle për ata që ka ruhën. E Allahu ta bani farz agjërimin që me ta shtu mundësin e ruajtjes, që me ta dhanë mundësin më të madhe për ta kuptu Kur'anin Allahu xhelle xhelalu. Shembujt e dietarëve për kuptimin e udhëzimit edhe ruajtjes edhe devotshmërisë janë të shumë. Disa e sjellën edhe disa të tjerë do të sjellin. Nëse kanë dhënë dietarët çish kuptohet Kur'ani, si ta kuptojmë Kur'anin, nga se Abdullah ibn Mesudi edhe Abdullah ibn Abbasi e kanë pas shkollë se Kur'ani nuk ka zbrit për mubahat me vetëm. Sikur që i tha ibn Mesudi këtij njeriu që erdhe i tha s'pe kuptoj çish me lexu këtë ajet. Tha këtë Kur'ani pas ke lexu që tu veç kanë ngatrua, se s'ka mundësi ai që lexon këtë Kur'ani mund ngatru na ajete, s'di çish me lexu shkronja. Sa i kishte gatru një shkronjë. Tha po e lexoj, shumë lexoj për Kur'anit. Tha, a çish e lexon? Andaj këta dietar sahabëve vëzam çka thonin, jo vetë duhet me meditu Kur'anin, duhet me e kuptu Kur'anin. E çish ta kuptojnë Kur'anin? Si ta kuptojnë? Nga se në surën El-Jumu'a, në surën Jumu'a, se na jemi son Jumu'a, e ka zbritur Allahu një surë, surja e Jumu'a. Apo në sura ajeti 5, Allahu i ka çortuar dhe i ka kritikuar jehudit se ata Tevratin se zbatojnë. Mathalul ladhina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathali himarin yahmilu asfara. Ta Allahu xhelalu ala, shembulli atyre që ja u kena ngarku Tevratin e se kanë majt, është sikur shembulli një gomarit. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, shembull më transe që kjo s'ka. Me të thanë, si shembulli gomarit. Kush ka qef mi thanë gomar. E Allahu tha, ke medhali himarin, sikur shembulli gomarit ngarkohet me libra. E di gomari kur ja qëtë do libra për me në samar, me thanë valla u bana ula alimuna. Jo, ama ky shembull nuk ka veç për jehudit, ki vlen për si cili e ban punën e tëne. E qishtë ta kuptojnë a mos më basi që ta njerëz? Si? Se s'pita Allah tha, bi se me thelu ledhine, shembull ma të keq për zullum qartë s'ka. Ka ma keq se me thonë, që ta gomarit i njajnë. E si me u bopi atyre që e kuptojnë Kur'anin. Djetarë thonë, nëse me një mahal, me një qytet, vinë disa delegat edhe kanë pare me veti. Edhe thonë këshire, këto pare na i ka dërgu mbreti për juve të mahallës. Mirë pa me do kushte. Në to janë 100.000, 200.000, 500.000 euro. Apo, edhe mahallë janë fukara, janë nevojtar. Apo, mirë pa do të veç do kushte t'i plëtsoni, edhe ja u dajna. Kush i meriton? Jo pa kushte. A ka njeri bot, tamam me men, që thotë mu su më intereson këtë punë. Zdu kushte unë. Apo, si që më interesojnë mu ato pare. Zdu e. Mirë, shembull tjetër. Me shkue të cmut, Allah i sharof të sëmurët e muslimanve. Me ju shku njëzë në spital, mi thanë, pishka vuni pi qësajna, që i la, që ne kena gjithë për ketë. Apo sot bota, ma arët e dini, ala,
smundja e Covidit, smundja e koronës, apo me ja gjetë ilaçi, qish me mujt ata. Smuja ka gjithmonë problematika e botës. Andaj ka thënë Allahu sallallahu alaihi wasallam, s'ka smuje që s'ka ilaç, ama e di kush e di, se di kush se di. A ka smud në botë? Mi thon dikush, pije që ta edhe shnoshesh. Ai do të thotë se pi. S'du me e pi. S'du mu shnosh. A ka njerëz? E na i ngjajmë disa njerëzve të cilët ju vin pasuri, e ju vin shërimet, e na thojna jo s'm duhet mua. Allahu e zbriti Kur'anin. Për çfarë e zbriti? Tha o ju njerëz, në surën Al-Furqan, ajeti i fundit, Qul la ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum. Tha Allahu jelle në surën Al-Furqan, këtë keni me në xhenem. As që i intereson Zotit për këtë punë. Unë disa njerëz kujtojnë se Allahu jelle xhelaluhu ata nuk e fut në xhenem se ki kujton se Allahu ka më mërzit. Allah nuk e ka cilësinë e mërzitmës. Allah nuk ka. Nuk ka. Ti me ta mor armikin më të madh, çka e ki pas hasëm, që me ti pas vra me këtë familje, me të pas ba shumë zullum, me bati me torturu ata, me të mundcu me e zan armikun, ta torturoj sa dush. Kanë thënë dietar, vjen një moment thu leje pak, leje, se je njeri. Ani, tamam, këtë mi ka vra, ani, leje pak se ja nisë të mudhim. Qështu i marum pejgamberi sa qështu ka luftu me pagan, kur i kanë zonë rëp, ka shku i ka këshir, liroj me ka thënë pa. I kanë vra shok, ka thënë ani, liroj a duk pa. Ju ka dhinë, qështu a njeri. Ama Allahu nuk ka qështu. A doj shumë për njerëzve nuk e kuptojnë ajetin kur anor khalidin e fia ebede, ati kanë me merë në gjenem, por gjithmonë kur si nxerna. Plot pi orientalistëve kanë thënë, qysh be kur se nxjerr? Qysh kur se nxjerr? E djetarë që ka thanë? Se nxjerrbe se nuk mërzitët ai. Tha Allahu gjellu në surën Al-Furqan, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadhabtum fasawfa yakunu lizama. Tha Allahu gjellu ala, thua jo Muhammed, kallzoju o Muhammed, angojnë asgojnë, ti kallzoju. Allahut nuk i intereson për ata që ka futën xhenem. Vesh njani për tëre ka me pështue. Kush o Zot? Dua u kum, qaj që ka lutët. E man me në fillim të Ramazanit, dhe tham, këtë Ramazani janë lutje. E njani dhe të qka të lutë në vla, qele Kur'anin, zbatoje Kur'anin. Kanë dhënë djetarë, lutë ju në përmjet mësimeve Kur'anore. Njani dhe të s'kam vakt me qeleve, s'kam vakt me nguhe. E Allahu gjithë tha, e këtheni shpinën, fesaufa yakunu lizama. Atar kur së më pështoni. Qele surën e Furqan, surja 25, ajeti fundit. Qka thot? Vete cëllin dush hoq, cëllin dush djetar, cëllin dush dishëm, thuj, qa thot be që kja jeta? Por një me po thot Allahu gjelluala, se bane se ngumë Allahun dhe se lutëm, në ashtin zjarë, do mësë dëshmërisht, lizam. Apo, a i thojnë të na e kam përdorë, dhe risot, s'ka lazëm kjo pun. Qa të më thonë s'ka lazëm kjo pun? Sa pa qare. E Allahu thot, pa tjetër keni me hinë zjarë. Pse pa tjetër? Sepse si një lutë. A e kupton? Andaj tha Allahu gjelluala në surën Al-Baqara, kur i lavdroj njerëzit të cilët u ka dhënë Kur'anin dhe e kanë shfrytzuar Kur'anin. Çka tha? Alladhina ataynahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Tha Allahu në surën Al-Baqara, atyre të cilët ja u kemi dhënë Kur'anin, librin. Dietar kanë thënë në Kur'an e gjejmë një formë që dallon në prezentimin e dhënies Kur'anit. Në Kur'an vjen shpesh alladhina ataynahumul kitab, atyre të cilët u kemi dhënë librin. Vjen edhe në formë tjetër, alladhina utul kitab, atyre të cilët ju ka ardhur libri, ama ata s'janë mirë me ta. Çka ka di forma? Ka di forma, apo për shembull njëri thot kish mëri mallin treg. Ti thu punë madhe, s'm intereson nuk e punë. Ti thu njëri thot kish mëri laçin barnatore. Apo ai smuti çka thot, kura pas kamria, shkojmë tavlena. Allahu ja thot, ka do njerëzve ja jap në librin e marraj. Ulaika yu'minuna bi. Që ta besojnë ta, se ta e lexojnë haqqa tilawati. Këta e lexojnë librin me hak,
Çfarë do të thonë me hak? Dëgjoj tash. Ka qenë sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ka pas emrin Zeid ibn Thabit pi Medinës radhiyallahu anhu. U ka djali mëçi me përmendur, gjeni, me një dritur, i shkath. Edhe ja kanë pru pejgamberi sa mi ka thonë ja Rasulullah, pse ke ardhur në Medinë me Kur'an, si ke ardhur si pejgamber, shumë sure kam su këtë djali jon. Merre kontrolloj sa i mëçi. E mor pejgamberi sa i lexoi të sure, atëra një ditë për ditë i tha o Zeid, ecku. Shko tha mësoje gjuhën e jehudive. Shko mësoje tha gjuhën e jehudive, abranishtën, gjuhën e Tevratit që ka e lexojnë ata. Tha se une nuk jam i sigurt se ato më rrejnë mua. Ha? Më rrejnë ato mua. E mirë, e mësoj Zeidi, pasaj tha, s'ka do një letër që e kanë që jehudit, a romakt, a abesinia, a persian, thot unë i pa ta mësu gjuhët e tëre, kur vind të letra, je lexojsha pejgamberit s.a.s. Kur vike do një jehudi, e mirë të Zeidin pejgamberit s.a.s. edhe i thojte, rriti që tu, ku të fole ki si të rrejnë, kalzom. Mirë, a e ke morë të dikan mi thanë, ma pa aqu një letër zoti, shka po thot? A ke pa ti kur të vjen, a njani thot, nga arbe penzia, pa mdo këtë një dinar, mi pa nalë të mua, as të gjalja mecet, as shire, pse me pa ka të vanu penzien, për dinar e qon atje postën peshe qon, apo? Pse me thot pa kini vanue? Allahu ja ka që kitë Kur'anin, kërkan se ka vetë, qa po thot do birë? A ki di kanë mi thonë, qka po thot? A pështoj be une? E Allahu gjelluala e zbiti këtë Kur'an, po në gjuhën arabe, po a i di besa njerëzit e din pi popullit ta në gjuhën arabe. Po ti se ke vet, ti nuk e ke vet. Ti doktorit i thu, fol, spotni, a i thot, që është tu të bërtet, apo? Ti i thu e dikujna. Njerëzit thonë, ka zombe se më pa orë një letër, me ta që dikush një letër, edhe thot, në zarf ko ka 100.000 euro, më duket për ti jo bab. A i thu, s'ka lidhjeve, që ja kojshijes. A i thu që shto? E Allahu e pruni këtë shërimi, këtë udhëzimi, këtë gjërat më të mira në këtë Kur'an. A i kemi thamë be dikujt, lexona be këtë Kur'an, për këthena be këtë Kur'an, qa ka be këtë Kur'an, që ato hadithet e pejgamberit s.a.s. Qka ka be në to? Se o respekt për Allahun dhe pejgamberin s.a.s. Merë një njerit sigur që e din se e zotron një land, thuj kalzon qka ka këtu, se o për hajrin tem. E kjo është udhëzimi që ka tha Allahu gjelluara kur tjeni të agjërue, leallekum të të tekun. A e kuptove tash? A e kuptove që ka është me agjërue? Me agjëru do më thanë, muni mu me agjërim, me ledzu ma mirë udhëzimin. Ti qelë qitë Allahu gjelluara. Lexoj e mirë, lexoj e mirë. I tha Abdullah ibn Mesudi, la ke hedhi shqerë, jo si poezijën shka, mos e këna këtë punë. Lexoj e mirë, ka dale, Kur'ani nuk ka zbrit, apo i shohë në dhe tash, thot, e kam nxerë, tha hoxho të ravijën për 30 minuta. Tu lujt me Allahuna, tu lujt me Zotin e pejgamberin s.a.s. Mirë, me tarti një njeri të shpia, edhe me thonë ngo, edhe me t'janis të bërtitet të shpet e shpet ati. Apo, atërës ka respektue? Pejgamberi s.a.s. tha, kur njani pi juve lidhet namaz, i del Allahu karqi. A e kupton? Del Allahu karqi, edhe të ngon. Kur thush elhamdulillahi rabbil alamin, Allahu të përgjigjet. A e priti, a e ndjen? Tha pejgamberi alayhis salam, çka i than pejgamberi salam, çka maja imanit? Maja imanit, çka? Tha ta adhurosh Allahin sikur jetë e pa. Edhe nëse në Ramazan se jetë e pa Allahin, kur ki me pa? Jo me pa qenjën e ti, se së në shë. Po me ndjej se kjo madhështi du të mjutut atina. Apo, na kur shkojna dikun që këtë dunjan kena diçka pun, e këshirë na mirë, qka thot, a e shkrujt e mirë, a se shkrujt e mirë, apo, a dalmin namaz, e nxerëm na taravijën për 30 minuta, ju pezgatëshi, apo, ju pezgatëshi, a kur shkon atje me pi qaj, apo, thot, a si të mshela, la, maj edhe pak qelë, thot, bema ta lujna dhe një loj letra, e kur delte Allahu gjelluara, e kjo është se ka kuptu udhëzimin, është sigura njeri cile ka shti recetën që ka dhone Muhamedi, edhe, thot, që unë e ko e kam recetën, që mos e ki gajle ti, o receta nuk shnosh pa e përdor ilacin, Vallahi pa e pije ilacin vakt bile, nuk shnosh. E lusë për Allahu që ti shëron, Allahu zemrat tonë.